بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالندروم ذا لابدروم الله جل شأنه وتقدست أسماؤه Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve në përgjithësi. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga punët e zemrës apo veprat e zemrës, e që neve në dy ligjëratat e kaluara kemi folë për devotshmërinë dhe largimin nga dyshimet, e që është pjesë e devotshmërisë, ndërsa si çdo herë pas çdo vepre të zemrës I spjegojmë frytet e saj në jetën e muslimanit, edhe sot me lejen e Zotit xhalla shanuhu do spjegojmë rreth fryteve të devotshmërisë dhe largimit nga gjërat e dyshimta në jetën e besimtarit dhe në formimin e personalitetit të tij, për arsye se çdo vepër e zemrës e cila rregullohet në trupin e besimtarit apo në zemrën e tij, padyshim që do t'i vrejë frytet e saj edhe në gjymtyrët e tij, edhe në punët e tij të përditshme. Prej fryteve të dashur vëllezër të devotshmërisë dhe largimit nga dyshimet është që I shtohen veprat e mira më shumë se sa të këqijat. Veprat e mira I ka më shumë në numër se sa veprat e liga. Për arsye se kur robi është I devotshëm, largohet nga gjërat e dyshimta, edhe gjërat e ndaluara, padyshim që të këqijat kanë më qenë në numër më pak se sa veprat e mira. Edhe kjo është qëllimi kryesor I devotshmërisë, që të bëj pengesë mes robit dhe dënimit të Zotit. Të bëj pengesë mes robit dhe dënimit të Zotit. Dhe bëja pengesë mes robit dhe dënimit të Zotit bëhet duke I kryer obligimet, duke u ndaluar nga ndalesat, duke larguar gjërat e dyshimta, pra paksohen veprat e liga. Në moment që paksohen veprat e liga, atëherë veprat e mëdha, veprat e mira ja mund veprat e liga, për arsye se Allahu Jalla wa Ala është Rahim, është I mëshirshëm me robërit e tij. Një sevap, një vepër të mirë kur e bën muslimani, Allahu nuk ja shkruan një, po ja shkruan prej 10, është minimumi 10, pikë këtu fillon. 10 deri në 700. E deri në numër që e din veç Zoti Jalla shanu, sikurse që është Ramazani, sikurse që është sabri, sikurse që është falja. Pra prej 10 që të fillon, e të përpjet, nuk fillon një me një. Ndërsa vepra e lig është një me një. Një vepër të ligë e kryen robi, I shkruhet një keqe, nuk I shkruhen 10 të këqija. Për arsye se Allahu I lartësuar dëshiron që robi t'ja u mund veprave të liga dhe të futet në xhenet. Nuk dëshiron që robën e tij me dënu. Po pastaj e dënon me drejtsinë e tij. Për këtë thojnë ulema e Islamit, wailun liman ghalabat ahaduhu a'shara. Mirë për ata që nishi ja mund 10 që të tij. Mirë për ata që nishi ja mund 10. Çysh nishi 10? Pra një vepër të ligë bën, një I shkruhet. E çka është më shumë se sa sevapet e tij. Mirë për ata që nishi ja mund 10. Nishi të tij ja mund 10 të tij. Pra atë shumë ka pak vepra të mira robi, saqë edhe me ka 10.000 llogarit nuk ja mund gjunohave. Kjo është fatkeqësi për muslimanin. Është fatkeqësi për muslimanin. Pra prej 10 deri në 700 është një sevap. Edhe ky nuk arrin që sevapet e tij ja mund gjunohat, po veprat e liga që kanë një shkruhen, edhe një llogaritët ja mund 10 sevapeve të tij. Tash llogaritë sa duhet me pas gjunohe, për me ja mund sevapeve ka 10 deri në 700. Do të më kanë shumë njëri me katar I madh. Shumë me katar I madh. Për këtë prej fryteve të devotshmërisë dhe largimin nga gjërat të dyshimta është që robi gjithmonë veprat e mira të tij janë shumë më larg në sondazhe, në thojza, se sa veprat e liga për shkak se shpërblehen prej 10 deri në 700 fish. Thot një prej ulemave të Islamit, një Yusuf ibn al-Asbat, yujzi al-qalil wara' an kathir al-amal. Pra devotshmëria e pakt shpërblehet më shumë se sa puna e shumtë. Sepse njeriu kur është I devotshëm, I zgjedh punë të cilat me I bë, dhe ato që I bën I ka ashtu siç duhet. Dhe shpërblehet më shumë se sa veç me punu. Çdo punë, jo.
Pastaj thot, u yujzi qalilu tawadu' an kathir al-ijtihad. Thot edhe shpërblehet shumë modestia e robit karshi Zotit se sa përpjekjet e shumta pa modesti. Përpjekjet e shumta pa modesti. Thot Hasan al-Basriu, mithqalu dharratin min al-war' as-salim khairun min 1000 mithqal min sawmin wa salah. Thot Hasan al-Basriu, një grimcë e vogël nga devotshmëria është e pastër, domethënë, devotshmëria e pastër është më hajër dhe më mirë se sa 1000 grimca prej namazit dhe agjerimit që s'ka devotshmëri ta. Nafile është për qëllim, që s'ka devotshmëri ta. Arsye se Allahu nuk e pranon një vepër që s'është e sinqertë. Nuk e pranon një vepër e cila s'është e sinqertë. Ibrahim ibn Adham thot: "Atib mat'amaka wa la 'alayka an la taquma min al-layli wa tasuma an-nahar." Thot Ibrahim ibn Adham, për këta njerëz të devotshëm, thot shikoj e mirë ushqimin ka pehana, është halal edhe për haram. Edhe mos e ki dert pastaj sa po agjeron nafile dhe vullnetare, edhe sa po fal namaz vullnetar. Rregullohet domethënë halalin edhe haramin, krij obligimet e Zotit, di që pastaj kemi pas probleme të mëdha. Kemi pas sevape të mëdha për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, ku njeriu është udhëtar, është i pluhnosur, është i lodhur, i ngrind durt lart dhe e lut Allahun për dua, nuk ja pranon Allahu duan. Pse? Thot më njerë ka ardhur mat'amuhu haram. Është ushqim me haram, është vesh me haram. Ka shku dhe u kthy me haram. Anna yustajabu lah. Si ti përgjigjet Allahu këtij? Pra, nuk mjafton veç vepra hallakam dhe kallallak me bë. O me qenë me halal, edhe me qenë të sinqerta për Zotin xhalla shanuhu. Edhe në qoftë se janë të pakta, shpërblimi për to është shumë i madh. Shpërblimi për to është shumë i madh. Është pyet një Al-Umayr al-Abid, një prej asketëve të dhajt të umetit, dhe thot një prej tyre Adhni, ka thonë më këshilla o dietar, më këshilla diçka. فأخذ حصاة من الأرض فقال زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. Thot e ka marrë një guri prej tokës dhe i ka thonë, sa ky guri me qenë devotshmëria në zemrën tënde, largimi nga dyshimi nga zemra jote, është më e mirë për ty se sa namazi i tokës. Namazin nafile gjithmonë, mos ta kupton dikush që farzët janë obligative. Pa farzë s'ka pse jam mësyn robit e Zotit xhallahu ala. Kjo është punë e kryme të muslimani, as nuk diskutohet. Është për qëllim namazet vullnetare. Namazet vullnetare, thot, një grimcë devotshmëri me pas në zemrën tonë është më hajër se sa krejt ata që ka falën tokë namaz vullnetare, s'kan devotshmëri në zemrën e tyre. Nuk vyn. Pastaj thot, shtom hala diçka nga këshilla. E thot, kama tuhibbu an yakuna Allah laka ghadan fakun lahu al-yawm. E ka dhënë këshill hala më të madhe. Ka thënë ashtu siç ti dëshiron me kanë Zoti me ty nestra, ashtu siç dëshiron me qenë Zoti me ty nestra, bëhoti me të sot. Si kem dëshirë me qenë Zoti me neve nestra, me na fal. Me qenë Allahu xhallahu ala i kënaqur me neve, me veprat tona. E atëherë ka thonë, bëhoti sot ai që Zoti don për ty, don me ty domethënë. Bëhet që Allah të jetë i kënaqur me ty sot, para se me shkuti te Zoti dhe me pas ti qef me taku Zoti që shki dëshirë. Pra, kry obligime, largon nga dalesa, largon nga gjërat të dëshirta, ndaq me qenë pastaj Zoti me ty si shki dëshirë ti, me qenë Zoti me ty. Pra, bëhet sot i devotshëm, njeri që ja ka frikën Allah, njeri i ndershëm, njeri me moral, njeri me etik, njeri i cili jeton dhe dim pse jeton. Jeton për të vdek edhe vdes për të jetu. Kështu është muslimani. Jeton për me vdek, me shku te Zoti dhe vdes jo për më ushu, po për me jetu më mirë, ku në xhenet. Për me jetu më mirë në xhenet. E dallimi mes neve dhe të tjerëve është që ata jetojnë edhe nuk e dinë se kanë me vdek. Edhe kur desin mendojnë që ushu, jo. Aty fillon jeta e vërtet. Aty fillon jeta e vërtet. Kjo pra është prej fryteve shumë të rëndësishme kur robi është i devotshëm
dhe largohet nga gjërat e dyshimta. E dyta, dashur vëllezër, që ndihmon robit është që Allahu subhanahu wa taala e llogarit pak në ditën e gjykimit. Nuk e llogarit robin në rënd. Këtë rob që është i devotshëm, që i ka kryer obligimet, është ndaluar nga ndalesa dhe gjërat e dyshimta. Për arsye se veprat mira ka shumë, vepra që duhet më u llogarit për to të liga janë shumë pak, sepse ka vetë llogarit veten e tij para se me dal para Zotit Jalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Pastaj thot Mujahid rahmetullah alayh, man lam yastahi min al-halal khaffat mu'unatuhu wa araha nafsuhu wa qalla kibruhu. Ai i cili thot nga njëherë nuk i vjen marrë nga halali i tij, nga halali që ka, nuk ngushtohet, thot ka më u largu nga vetja e tij, dhe më thonë kibri. Kur njeriu ngushtohet prej halalit të tij, Allah ja mundson me u largu kibrit, mendjemasisë, me u largu gjërave të dyshimta, me u largu gjërave që janë haram. E kur njeriu nuk turprohet edhe në halal diçka që vetëm mendja i shkon me qenë haram, atëre i paksohet devotshmëria, i paksohet, domethënë natyra, yndyra e njeriut, i rritet kibri, mendjemasia, dhe pastaj njeriu mundet me rshi dhe me deviju nga rruga Zotit Gjallë Shanu, Zoti mos e thasht. Sufjan al-Thawri thot: "Alejke bizuhdi yubassiruka Allahu Ta'ala awrati dunya." Sufjan al-Thawri, për ulemave të mëdha të Islamit, thot: "Bëhu asket në dynja, je i devotshëm në dynja. Largo gjërave të dyshimta, Allahu Jalla wa Ala ka me ta mundsu me pa avretin e dynjas, me ta shfaq dynjan ashtu si që është në realitet. Ashtu si që është në realitet dynjaja. Kime pa ti dhe e din se sa e ullt dhe sa e pavlerë është. Ta mundson Allahu Jalla wa Ala me pa thot dynjan. Wa alejke bil wara, dhe je i devotshëm dhe largon nga dyshimet. Yukhaffifi Allah hisabak. Allahu ka me ta lehtësue llogarin ditën e gjykimit, ka me të llogarit pak. Nuk ka me të marrë në detaje në pyetje. Pastaj thot: "Wa da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Merro me ato që është, largoj asaj që është e dyshim dhe merro me ato që nuk është e dyshimt. "Wa dfa'i shakka bil yaqin." Largoj dyshimin me bindje thot fort në Allahun. "Yaslam laka dinik." Edhe thot shpëton feja jote. Dinuka yaslam. Shpëton feja jote, sepse njeriu me dyshime nuk mundet me pas fen ashtu siç duhet. Nuk mundet me pas, po me bindje të fortë në Allahun Jalla wa Ala, robi arrin grada të larta. Treta me radhë, dashur vëllezër, prej fryteve të devotshmërisë dhe largimit nga dyshimi është që arrin lart në shkallën e ibadetit. Sepse njerëzit tek Allahu Jalla wa Ala, besimtarët, janë të shkruar si adhurimtar, si ibadetxhi, po secili ibadetxhi prej tjetrit dallon në shkallë, në deregje, në lartësi të Zotit Jalla wa Ala. Ka për robërve që janë shumë lartë me neve, larg, s'muj me afru me ibadete atyre. E ai cili është i devotshëm, largohet nga gjërat e dyshimta, i kryen ibadetet e Zotit, shkruhet lart prej njerëzve të devotshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Thot një prej ulemave të Islamit, fetaria njeriu matet me devotshmërinë e tij. Fetaria njeriu fetar matet me devotshmërinë e tij, jo me pamjen e tij. Jo me pamjen e tij. Matet me devotshmërinë e tij, e devotshmëria në zemër. Jo me pamje, për arsye se ka mundësi që dikush mundet me u shfaq para tjerëve shumë fetar, po në zemër i mungon devotshmëria. E fetaria e robit, arritja në grada të larta të ibadetit, është me devotshmërinë e robit, me veprat e zemrës që i ka në mbretësinë e tij. Vetëm në këtë formë arrin që robi me qenë para Allah subhanahu wa taala i shkruar si ibadetxhi i madh. Sepse njeriu mundet me qenë në formën e jashtme fetar, mirë, po te Allahu Jalla wa Ala ndoshta jemi të shkruar njerëz të rëndëmt ose gjunaçar të rëndëmt. Tek Allahu Jalla wa Ala ka rëndësi vepra e zemrës, zemra dhe punët tona pastaj. E ai që është i devotshëm në zemrën e tij, padyshim që edhe në vepra pastaj do të jetë i devotshëm dhe nuk është prej atyre njerëzve që i mashtron të tjerë. Thot Fudail ibn Iyad rahmetullah alayh, "Men arafa ma yadkhulu jawfahu kutiba 'inda Allahi as-siddiqa." Çka
çfarë pune bjen Fudail ibn Iyadi. Thot men arafa ma yadkhulu jawfa, ai I cili e shikon se çka po futet në barkun e tij, thot kutiba inda Allahi siddiqa, tek Allah shkruhet I sinqert. Fanzur inda man tuftiru ya miskin. Edhe thot shiko prej kujt po han dhe te kush po han ushqim o miskin. Fudail ibn Iyadi thot tek Allahu më shkruaj sinqert, do të më ditë se çka fut njeriu në gojën e tij. Çka han prej ushqimeve, janë halal apo haram. Po ju vetëm kaq, edhe te kush e han ushqimin. Edhe te kush e han ushqimin. Nuk hat ushqimit të çdo kush. Duke e ditë që ai, për shembull, ka thirr një gostin I njeriu I cili mirët me fajde. Wallahi s'lejohet me shku muslimani me hangër bukën e tij. Po s'lejohet Allah sa e ka haram fitimin. Ushqimin që ka ble me para haram. Ato që e futin gojë është haram. Në esencë nuk ka haram se është ushqim halal, po ta prish brendësinë, sepse te e din me çfarë para është ble. Për këtë Fudail ibn Iyadi po thotë, nëse dëshiron mu shkruaj sinqert tek Allahu xhalla wa ala, shiko se çka po han, apo fiton halal apo haram, po jo vetëm kaq, edhe te kush po han. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, mos e shoqëro vetë se njerin e devotshëm, edhe mos ta han ty bukën vetëm se I sinqerti dhe I devotshëm. Wallahi dikujt s'ia vlen mi dhon bukë. Pashani Allah dikujt s'ia vlen mi dhon bukë. Edhe nuk ja vlen te dikush me hangër bukë. Qysh be hoq, po na I kem familjar, ma leve familjar. Edhe na I kem, sa veç jo. Po s'ia vlen Allah. As me ta hangër bukën, as me hangër bukën. Për arsye se ta prish devotshmërinë. Për këtë ka thënë Resulullah, shoqëro me njerin e devotshëm. Pse me njerin e devotshëm? Sepse njeriu I devotshëm, edhe me ta dhon bukën, edhe me ja dhon bukën ki sevap. Fiton diçka nga ai. Zvon shkenca, pardje e kam lexuar që shkenca e ka zbuluar që njeriu kur rrin me njerëzit e këqi përfiton energji negative, po mirë dhe, thot Allah azza wa jall po thot, ti janë se ke zbuluar sot. Energji negative, e çka është energji negative? Po ai haram basha. Shejtani I ka me veti, kur treshti me ta, a mos dashte me të shpjegoj hadithe dhe ajete? Po jo, ai ka me të shpjegoj harame. Edhe normal që të rrok energjia negative edhe ty dhe pastaj mundesh më basi ai. Për këtë, prej fryteve të devotshmërisë dhe largimit nga dyshimi është që robi me shiku me kënd po shoqërohet, edhe me shikue buka e tij, ushqimi I tij, që hyn në brendësinë e tij, a është I lejuar apo jo, edhe kujt I jep ushqim dhe kujt I han ushqim. Shumë është më rëndësi pastaj për robin me marrë vesh këtë punë. Thot një prej ulemave të Islamit, la yablughu al-'abdu haqiqata al-iman hatta yakunu fihi 4 khisal. Njeriu thot nuk e arrin të vërtetën e imanit në zemrën e tij, pa I pas 4 gjëra të rëndësishme, pa I pas 4 cilësi të rëndësishme. E para, eda'ul fara'id bis sunnah, kryerja e farzeve sipas sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kryerja e farzeve ashtu siç ka thënë Allahu xhalla wa ala dhe pejgamberi I tij. Wa aklu al-halal bil wara', edhe me hangër halalin duke u largu gjërave të dyshimta. Duke u largu gjërave të dyshimta. Wa ijtinabu an-nahyi min adh-dhahiri wal-batin, edhe largimi nga dalesat, qofshin ato të brendshme apo të jashtme. Dhe e katërta, was-sabru ala dhalik ila al-maut, edhe sabrin këto gjëra derisa të vdes. Derisa të vdes njeriu duhet me bë sabër në këto gjëra. Me kry farzët sipas sunetit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Me ngran ushqimin halal. E dyta, e treta, me u largu nga gjërat e ndaluara, qoftë brendshmën tonë me zemër, qoftë në veprat tona të jashtme. Edhe sabri në këto derisa ta takojnë Zotin xhalla shanuhu wa taqaddasat isma. Është e lehtë, s'është e lehtë vëllai. Nuk është e lehtë, po ja që robi duhet më përpjek dhe me vazhdu rrugën e tij drejt Zotit xhalla shanuhu ashtu siç duhet. Dhe e tjetra me radhë të dashur vëllezër, që prej fryteve të devotshmërisë dhe nga largimi nga dyshimi është që Allahu I lartësuar, sa që robi largohet nga gjërat të dyshimta dhe ato të ndaluara, Allahu ja zëvendëson me diçka më të mirë. Do merre si rregull.
Sepse Resulullah thot men taraka shay'an lillah awadahu Allah. Ai që lën diçka për hir të Allahut, për hir të Zotit, Allahu ja zëvendëson me më të mirë. Allahu ja zëvendëson me më të mirë. E lën një gjë të dyshimt, Allahu pa dyshim ka më të zëvendësuar me një halal më të mirë. E lën një haram, Allahu ka më të zëvendësuar me një më të mirë. Edhe këto je i bindur plotësisht. Je i bindur. Je i bindur plotësisht për këtë punë. Sepse Allahu Jalla wa Ala në Kur'anin famlart na tregon për këtë çështje. Thot Allahu Jalla wa Ala falamma i'tazalahum wama ya'buduna min duni Allahi wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ibrahim alayhis salam e la vënin e vet për hir të Allahut. Vënin e vet e la. Sepse njerëzit nuk e donin se ishte njeri i devotshëm, pejgamberi i Allahut. Nuk e donin njerëzit e vet. E çytën në zjarr me djeg kon pejgamberin e Allahut. Allahu e shpëtoi. Baba i vet e kundërshtonte. Krejt u bunën kundër i tij. Edhe Ibrahimi nuk pa çare pa u largu prej atij vendi. E mor gruan e tij dhe u largu i vet i dytë. I mërzitur që po e lën vatanin. E Allahu Jalla wa Ala po thot, falamma i'tazalahum kur u largu prej tyne. Wama ya'buduna min dunillah, edhe çka adhuronin adhurime të kota, u largu Ibrahimi, shkoi me adhuru Allahun Jalla wa Ala, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Thot ne e shpërblyem, ja dham dy evlad, Ishaqin dhe Jakubin. Ja zëvendësoi Allahu Jalla wa Ala, wa kullan ja'alna nabiyya. Dhe secilin prej tyre e bënë pejgamber. Pra i bëri Allahu pejgamber, ja zëvendësoi. S'pat evlad, Allahu i dha evlad. Më thonë 120 vjet të shërnoi te vendi i tij, Allahu si dha asnjë evlad. Në moment që u largu për hir të Zotit, i la të gjitha për hir të Zotit. E i la haramet për hir të Zotit. Vatanin e tij, Allahu Jalla wa Ala ja zëvendësoi më një herë, me një vatan tjetër më të mirë se ai, me evlad, me pejgamberllok, lozë pejgamberëve deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber që ardha nga loza e Ibrahimit alayhi salatu wasallam. Pra, mësohu edhe ti edhe unë që lejeni gjë që është të dyshim, sepse Allah ta zëvendëson me një më të mirë. Lejeni diçka që është të ndaluar, edhe nëse ki mundësi me vepru. Dhe dije që Allahu Jalla wa Ala ka më të zëvendësuar me të mirë. Sepse kjo rregull kuranor që Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë robërve të tij që shumë pak prej besimtarëve fatkeqësisht i marrin vesh të çështje. Gjithashtu dashur vëllezër, prej gjërave që robi i fiton dhe ka benefit nga devotshmëria dhe largimi nga gjërat e dyshimta është që Allahu ja shpëton fenë e tij dhe nderin e tij. Ja ruan fenë edhe ja ruan nderin morale. Sepse tham në hadith që e shpjeguam në dersën e kaluar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, halali është i qartë dhe harami është i qartë, mes tyre ka gjëra të dyshimta. Edhe pastaj thot ai që ka rënë gjëra të dyshimta ka rënë në haram, pastaj thot faman ittaqa ash-shubuhat istabra li dinihi wa 'irdihi. Ai që ruhet nga gjërat të dyshimta, thot ka shpëtua fenë e tij, e ka ruajt fenë e tij edhe e ka ruajt nderin e tij. Pra Allahu Jalla wa Ala ja ruan robit të tij nderin, moralin, etikën dhe ja ruan fenë e tij kur robi ruhet nga gjërat të dyshimta. E kjo është më e rëndësishme. Më e rëndësishme është që me robit me ja ruajt Zotin fenë, me qenë i devotshëm gjithmonë, me qenë i ibadetxhi ndaj Zotit Jalla wa Ala gjithmonë, dhe me ruajt nderin e tij, moralin e tij. Të dyja dashur vëllezër kur i ruan robi, pa dyshim që Allahu Jalla wa Ala ka më bërë për njerëzve më të lumtur në dynja, më të lumtur në dynja, para se me ia dhon pastaj xhenetin kur del para Zotit Jalla wa Ala në ditën e gjykimit. Dhe e fundi dashur vëllezër, prej fryteve është që Allahu ja pastron zemrën nga gjërat e liga, ja pastron robit zemrën e tij, kur një robi është i devotshëm dhe largohet nga gjërat e dyshimta dhe ndalohet nga ndalesat që Allahu i ka ndaluar, ja pastron robit zemrën nga gjërat e liga, nga dënës gjërat që janë të urryera, nga ndryshku që është vendosur në zemrën tonë. Allahu Jalla wa Ala ja pastron robit dhe e bën që të jetë sa më i gatshëm për takimin me Zotin e tij, duke shpërblyer Allahu pastaj me xhenetin e tij, duke lutur Allahun që të jem prej këtyre besimtarëve të sinqertë, duke lutur Allahun Jalla wa Ala që të na bëjë të devotshëm, të na bëjë prej atyre që i kryjmë obligimin, ndalomi nga ndalesat dhe largohemi nga gjërat e dyshimta, duke qenë Allahu i kënaqur me ne. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.